Unë për herë të parë e takova dhe dëgjova Dora Tahirin, por atë që mësova është që fëmija jënë dhe më radikal shumë. Prandaj duhet bëjmë shmos gjithë ne që këta fëmijë ta kenë ardhmërin e ndryshme shumë më të mirë se jetën tonë me përparim jetësor e profesional secili prej tyre pa dallim. Faleminderit shumë Dora. Faleminderit për këtë mikpritje kaq të ngrohtë e të përzemërt, po kur ta mendosh edhe s'ka mundur t'jetë ndryshe, V si vushtria, V si vetëvendosja, V si vera, e si vjet vera ja nisën pranver, sot një javë me 7 qershor, atëherë kur numri 116 e shënon edhe një fitore të rejet madhe, edhe një fitore më të madhe, një fitore rekord krahasuar me 28 dhjetorin, atëherë kur na keni mbështetur i madhe i vogël, gjitha moshat, gjitha vendbanimet, në vushtri e anën bon Kosovës edhe diasporës, edhe e keni bërë vetëvendosjen fituese e mua kryeministër, për çfarë u jam për jetë mirënjohës e falendërues. Të dashur qytetarë të Vushtrisë, 5 gjëra apo çështje i kemi mbështetur në mënyrë të theksuar në mandatin tonë të kaluar. E këto i kemi mbështetur pikërisht për shkak se kanë qenë të anashkaluar, kanë qenë të shpërfillura. Janë shpërfill nonat e fëmijët, prandaj u kemi dhënë shtesa në Navelehona dhe jo a kemi rrit shtesat fëmijëve. Është përfillur veriu i Kosovës, prandaj jemi përqendruar për sundim të ligjit që ka sjell sovranitet për shtetin, integritet për territorin dhe dinjitet për Republikën në 1/6 e tërësisë territoriale të Republikës tonë. Është lënë anash Forca e Sigurisë të Kosovës me vetëm 2 lloj të armatimeve, veç me pushk Heckler edhe me revolje Glock. Edhe jenë harru bujqit, sepse u është uzurpuar ora atyre prej ndërtimeve të egra. Prandaj këto 5 gjëra, çështje ku ne jemi përqendruar më së shumti, janë ato që kanë qenë të anashkaluara. Nonat, fëmijët, veriu, ushtria, bujqësia. E tash mandatin e ardhshëm, këto 5 vazhdojnë. Gjatë mandatit të ardhshëm, shtesat për fëmijë që janë 30 euro në muaj, deri në 2 fëmijë edhe 45 euro në muaj për 3 fëmijë e më shumë, do të dyfishohen 60 euro për një fëmijë, 120 euro për 2 fëmijë, e për 3 fëmijë do të jenë 270 euro, për 4 fëmijë 360 euro, për 5 fëmijë 540 euro, sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë do ta keni shtetin e juaj të dashur pranë familjeve tuaja të dashura. Do të vazhdojmë me luftimin e krimit të kontrabandës. Ju e keni parë që në këtë javën që e përmbyllim sot, edhe 4 stacione hekurudhore janë nën kontroll të Republikës sonë. Teslatina hibrid në Leshak, në Zveçan dhe në Leposavić. E këto e bëjmë për shkak se mandati i ardhshëm do të jetë mandati i hekurudhave. 4 hekurudha të e transishme. Hekurudha Prishtin-Durrës, që mbase do të vazhdoj edhe në Saron.
e që e lidh portin e thot Prishtinës me portin e ri të Durrësit, hekurudha nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari te kryeqyteti i Republikës Prishtina, hekurudha Prizren, Ferizaj, Gjilan, Bujanovc dhe hekurudha Jugveri, Hani Elezit, Fushkosov, Mitrovic, Leshak. Do të vazhdojmë të mbështesim edhe Bujqit për 4 vjeçarin ton me ministrin Faton Peci, i cili tash është kryetar i komunës Mitrovicës, €300 milion për 120.000 fermer. Kjo ka vazhduar, jenë bërë €350 milion për 150.000 fermer. Do t'i organizojmë prodhuesit bujqësor, do t'i ndihmojmë për certifikim e standardizim që t'i rrisin eksportet, t'i zëvendësojnë importet dhe t'na e përmirësojnë bilancin tregtar. Sa ma shumë bukë në sofrën tonë nga toka jonë. Në mandatin arshëm, €1 miliard për ushtrinë e Kosovës, forcën e sigurisë Kosovës. 2200 pjesëtare kena gjetë ushtrinë, ja kena shtu edhe 2700, i kena 3 fishu buxhetin për mbrojtje, 4 fishu trajnimet jashtë vendit, ma shumë se 100 fishu shpenzimet për armatim. E në mandatin që vjen, do ta kemi edhe industrin ushtarake. Plumbat, fishekët e parë, 5,56 mm dhe 7,62 mm, do të prodhohen në fabrikën në Jahoz të Gjakovës para vitit 3, 2027. Tash i kemi mbi 40 sisteme të armatimit. Në mesin e tyre i kemi 3 lloj dronave. Puma Amerikan, Skydager kamikaze edhe TB2 Bayraktar nga Turqia, llojin e 4 made in Kosova do ta prodhojmë vetë. Por ndonë se ja kemi rrit buxhetin për 2/3 policisë. Ka disa detyra që janë për ma shumë se policia e ma pak se ushtria, prandaj zgjidhje është gjandarmeria. Në mandatin që vjen, qysh në këtë vit, do ta kemi koncept dokumentin nga grupi punues që bëhet ligj, që shkon kuvend, te legjislatura 11, miratot në 2 lezime dhe formojmë gjandarmerin që lufton terrorizmin, e ruan vijën e gjelbërt të kufirit, pastaj e ruan infrastrukturën kritike dhe nuk lejon kurfar rrugësh të kontrabandës e të krimit të organizuar asnjëherë. 27 shtete i ka Bashkimi Evropian, spaku 18 prej tyne kanë gjandarmeri. Mund të mos e quajnë gjandarmeri, për shembull italianët i quajnë karabinier gjandarët. Por emri tjetër nuk do të thot një gjë ndryshe. Pra edhe ne që duam të integrohemi në NATO e në Bashkimin Evropian, do ta kemi gjandarmerin tonë. Do ta themelojmë edhe kompanin ajrore të aviacionit të Kosovës, sepse po mrin 5 milion numri udhëtarëve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, e kjo është një lajm i mirë për gjithë bashkëdhetarët dhe të gjithë ata të cilët kanë familjar në Evropën perëndimore, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Gjetiu. E tash, pse ne investojmë në mbrojtje, është për shkak se kena kojshin e keq. Po pse është e mundshme të investojmë në mbrojtje, është për shkak se kena rritje ekonomike. 7 miliardë kena gjetë ekonominë e Kosovës në vitin 2021,
12 miliard është si vjetë. Për çdo vit ja kena shtu ka 1 miliard. E që zhvillimi ynë të ketë edhe ma shumë, do të investojmë në prodhimtari, mbështetje nga shteti me garanci kreditore 1 miliard euro për 4 vjeçarin e ardhshëm për prodhimtarin. Kush do që prodhim bujqësor, zejtar, industrial, nuk ka nevoj me shku në bank për kredi investive, me lon hipotek, tokën, veturën ose shtëpin. Shteti juj garanton për juve. Veç prodhoni, punësoni, fitoni, përparoni. Përveç 1 miliard për prodhimtarin, dritarja e diasporës për investimit e tyre 100 milion euro do tjetë. Sepse ne tash ju themi bashkëdhëtarve, jo më si para 30 vjetëve në vitet e 90-ta, sakrifikoni që të kontriboni, po e janë në vendlindjen tuaj, investoni dhe fitoni. Përveç se 1 miliard për ushtrin e 1 miliard për prodhimtarin, së paku 1 miliard në vit do t'jenë shpenzimet investimet kapitale. Viti rekord investimeve kapitale fillimisht ka qenë viti 2024 me 654 milion euro. Është dy rekordin vitin 2025 me 729 milion euro, as një vit prej si vjet në 1 miliard euro, sepse duam t'i ndërtojmë 5 diga e 20 stadiume. 5 diga që t'kemi uj, 20 stadiume që t'i mirë presim lojrat mesdhetare 2030, kur pas 4 vjetëve do t'na vinë ofër 5.000 sportist e rreth 30.000 turist të huaj. Këto 5 diga janë në Kuqis të Skënderaj, në Pollot të Podujevës, në Desivojs të Kamenicës, në Dragaqin të Suarekës dhe në Firaj të Shtërpcës, e i planifikojmë edhe 4 studime të tjera fizibiliteti për 4 diga të reja. Në Kosovë do të arrisim ujin si sasi dhe si shërbim për ujitjen bujqësi, për furnizim të industrisë dhe për pije në amvistri. Për këtë prodhimtari që do të shtohet, për këto shpenzime të ngritura të shtetit, neve na duhet që të punësojmë sa ma shumë njerëz. Rrezikojmë ta kemi një krizë të fuqisë punëtore në afat shkurtër deri në afat mesme. E për këtë arsye kemi sistemin dual, lidhjen e tregut punës me arsimin profesional. Mbi 2500 nxënësa në 32 shkolla profesionale, në 17 komuna, 16 profile të ndryshme, kanë marrë certifikate e diploma dhe po gjejnë vende pune. Do të ashtojmë edhe numrin e profilve për 10 të tjera, për çdo diplom shkolle do të ketë vend pune. E super puna për rinin do të vazhdohet me super puna për gratë. Çdo grua që punësohet në një ndërmarrje private do t'i marrë edhe 500 euro në muaj për 6 muaj, sepse 500 euro do t'jetë paga minimale prej një korrikut e tej. Kështu që nëse një grua punësohet, punëdhonësi ja je pagën mujore 600 euro, na ja shtojmë 500 tjera edhe i bot 1100 euro për 6 mujt e parë. E tash, nëse ne i punësojmë gratë, nëse ne i punësojmë gjithë një më shumë gratë, po në onën tjetër edhe ju japim gjithë një më shumë shtesa, qash ma shumë fëmijë që lindin, që e zgjidhim ne këtë çështje. E zgjidhim të i shtu qerdhe. 74 qerdhe për më pak se 5 vjet i ka bo qeveria jonë. Do t'i kishim bodhe 2 fishin e këtyre, sikur t'kishte kërkesa nga komunat, por dashur vushtrias, ma e madhe është oferta qeveritare se sa kërkesa komunale. Shpresojmë që do të rriten kërkesat e komunave për qerdhe për fëmijë, do t'i ndërtojmë, do t'i adaptojmë hapësirat, e nëse prindrit qojnë në qerdhe jo publike fëmijët e tyre,
do ta kemi edhe për ta sistemin e bonove e të gjitha gjyshet edhe gjyshrit që kujdeset për nipat edhe mbesat e tyre. Kur të dy prindrit punojmë, ne do t'u japim nga 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre pa dallim. Të gjitha atyre që studiojnë, do t'i mbështesim. Ta shetutje jo veç në për universitete publike, po do t'i mbështesim edhe në për kolegje private. Veç a jeni që lexoni, mësoni e studioni se shteti juaj do t'ju mbështet si asnjëherë më parë si askush tjetër. 18 milion euro, 20 milion euro për 18.000 bursa i kena pas mandatin e kaluar. Do t'i dyfishojmë këto, plus një program 20 milion euro bursa e mobilitetit. Sa ma largë që studion prej vendit ku banon, aq ma shumë do të mbështeteni financiarisht. Kjo është për të rejat dhe triton të cilët studiojnë dhe bëhen profesionista bartës të zhvillimit ton në të ardhmen. Por këto nuk kanë kuptim vetëm si rritje e rishpërndarje. Është e domosdoshme që të kemi edhe drejtësi. Drejtësia do të thotë prokurori e re speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Drejtësia do të thotë zyrë disiplinore që e rrit llogaridhënien e gjyqësorit të prokurorisë. Drejtësia do të thotë digitalizim rrënjësor i gjithë sistemit. Dhe drejtësia do të thotë vetting për kompetencë e integritet dhe byro për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ne dashur qytetar nuk jemi kundër të pasurve, nuk jemi kundër pasurimit, përkundrazi dëshirojmë që njerëzit sa më shumë të pasurohen, nuk jemi kundër pasurisë, pasuria është e mirë, mirë po ne vetëm duam ta dimë preordhin e pasurisë. Të hyrat nuk duhet të ndodhen në shpërputhje me pasurinë. Prandaj të gjithë ata të cilët i kanë zhvotur pasuritë natyrore të vendit tonë, ose e kanë keq përdorur buxhetin e shtetit ton, duhet t'i kthejnë sepse ajo që është e të gjithëve nuk bëhet e dikujt. Prandaj edhe e kemi këtë byron e cila e drejton drejtësinë. E tash të dashur qytetar, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, projektet e reja që duhet t'i realizojmë në Vurshtri për mandatin e ri janë të shumta, po unë po i përmend disa prej tyre. Kompenzimi i dëmeve të bujqve për vitin 2023. Ky është një premtim që e kemi bërë dhe prek shumë familje. Në këtë mënyrë japim mbështetje për rimëkëmbjen e bujqësisë pas dëmeve prej vërshimeve dhe tashëtutje bujqit për prodhimin e tyre, për rendimentin që sa vije do të rritet, do ta kenë edhe sigurimin në rast të fatkeqësive natyrore. Mandej, do të ndërtojmë një rreth rrotullim të ri në magjistralen Prishtinë-Mitrovic, pranë lagjes Cakaj. Ky projekt e lehtëson qasjen për lagjen dhe 3 fshatrat e Dumnicës, duke rritur sigurinë dhe duke zgjidhur fluksin e trafikut. Pastaj, do të rregullojmë rrugën nga ish fabrika e llamarinës deri në Mitrovic. Ky projekt i lidh fshatrat e Artakollit me Mitrovicën dhe e lehtëson trafikun në rrugën kryesore Prishtinë-Mitrovic. Aktualisht rruga është në gjendje të keqe dhe e di që ka nevojë urgjente për përmirësim, prandaj edhe do ta marrim me prioritet. Do t'i rregullojmë impiontet për gjatë lumit Sitnica dhe ta bëjmë stabilizimin e shtratit lumit.
Ky projekt përashe rikthimin e argjinaturave në Maxhunaj, Pestov dhe Nadakovc, të cilat janë dëmtuar dhe po shkaktojnë edhe dëme në bujqësi. Do të bëhet një ndërhyrje fuqishme për t'i parandaluar dëmet nga përmbytje. Mandej, për krahje për bujqësin, do të vazhdojmë mbështetjen për zhvillimin intenziv të saj, duke ofruar financime, trajnime dhe mundësi për modernizimin e fermave me qëllim rritjen e rendimentit dhe të produktivitetit. Ndërtimi i ambulancave specialistike për Spitalin e Vushtrisë, e me këtë projekt do të forcohen shërbimet mjekësore specializuara dhe të shpejta për të gjithë qytetarët. E tash, ne zotohemi sepse ne edhe realizojmë. Ta zëmë, po i përmendit disa për i projekteve që qeveria joni ka realizuar tashmë në Vushtri. Është projekti rrugës R220 nga ura e Sitnicës deri te Llamkosi, në vlerë prej afër 640.000 euro. I gjithë financimi është bërë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Pastaj, projekti rrugës Akrashtic-Balins, në vlerë totale prej afër 940.000 euro. Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e ka financuar mbi 773.000 euro, ndërkaq pjesën më të vogël komuna e Vushtrisë. Mandej, projekti rrugës që lidh Dumnicën e Ult me të Epërm, me vlerë prej afër 1.3 milion euro, është financuar pjesën më të madhe afër 1 milion. Ministria, pjesën tjetër komuna. Pastaj projekti rrugës Dëshmorët e Kombit, 643.000 euro në tërsi Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në tërsi edhe asfaltimi rrugës Drenica në Vushtri, me vlerë prej afër 690.000 euro, komplet Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Tutje është rindërtimi segmentit rrugor Druar Pestov aneksi 1, me vlerë totale prej afër 345.000 euro, pjesën më të madhe Ministria 200.000, pjesën tjetër komuna. Projekti rrugës Druar Pestov aneksi 2 mandej, Ministria me komunën, këtu pjesën më të madhe komuna e ka financuar. Projekti rrugës Hamdigashi, vlerë totale prej 580.000 euro, Ministria dhe komuna. Asfaltimi i rrugës Vushtri-Skoçan, në vlerë prej 2,5 milion euro, prap Ministria me komunën. Asfaltimi i rrugës Llakoc, Nadakoc, 100% prej Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Asfaltimi i rrugës Pantin-Ashlan, 100% prej Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Pra dashur qytetarë Vushtrisë, e keni një qeveri të Republikës që e don Vushtrin, sepse ju don juve edhe don që ju të keni infrastrukturë jetesë sa më të mirë në komunën tuaj dashur, që është një vend banim i lashtë e që i ka dhënë Kosovës shumë kulturë e histori. E tash, sot një javë, që që tha dhe Sylla, me që Kosova u bo shtet për krejt, duhet krejt për shtetin. E krejt për shtetin, me 7 qershore ka një numër. Numri është 116. Pra, me 28 dhjetor e keni pru vitin e ri 3 ditë para kohës, me 7 qershor, sjelleni stinën e verës 2 javë para se që shkru në kalendar. Votojni numrin 116 në anën e majtë të flet votimit, e mandej në anën e djathtë të flet votimit. I keni 110 numra. Ma shumë se 10 nuk bën, ma pak se 10 bën, a 10 është tamam. Pra, 10 kandidat, se cili është ma i mirë se tjetri, po ata që jau kanë ngruz zemrën e jau kanë mush menën pak ma shumë se të tjerët,
përcaktojni për 10 prej tyre, e më lejoni që unë t'ua tregoj se kë e keni nga vushtria me emër e mbiemër, me numër rendor e nga preordhja. Triera Kasumi, numër 36. Suleman Meholli, numër 41. Pranvera Jusufi Imeri, numër 47. Abdullah Klinoku, numër 73. Dhe Fjolla Ujkoni, numër 98. Pra, unë ua përmenda 5 kandidat, ju duhet mjashtu edhe 5 tjerë për mu bo 10 tamën. Të dashur qytetarë të Vushtrës, shteti është në duar sigurta. Unë jam herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Ushtrueset detyrës presidentes e Kenan Albulina Xhiun, por ajo çka po na mungon, është kuvendi i Republikës që me i qu ligjet aty, me i miratu edhe me ecë ma shpejt. Prandaj është shumë e rëndësishme që të fillojmë në mandatin e ardhshëm, e për këtë na duhet një fitore edhe ma e madhe se me 28 dhjetor. Vetëm vrejeni me kujdes. Prej vjeshtës së vitit 2019, për 6 vjetë e gjys, 5 herë zgjedhje. Prej që fiton vetëvendosja, na i organizojnë zgjedhjet shpesh. A kuptoni? Për me mujt me na vënu pak, se me na nol, s'ka kur që na nol. Pro, i bjen që mesatarisht bloku opozitor Kosovën prej që fiton vetëvendosja e ka gjuhë në zgjedhje gati për çdo vjet. E nuk ndodh në historinë e asnjë republike, jo në Ballkan e në Evropë, po ndoshta edhe më gjerë se kaq, që në vend se zgjedhjet të organizohen një herë në 4 vjet, ato muajt ka 2 herë në vjet. Por të dashur qytetar, me 7 qershor i vjen fundi edhe këtyne blokadave procedurale edhe krizave artificiale. Por bindjen time të fuqishme, është shumë e qartë pse blokojnë. Blokojnë se s'kan mo terminali doganore. Kur na e kemi marrë qeverisjen para 5 vjetëve, veç një terminal doganor ka qenë i shtetit, aj në aeroport. Krejt tjerat kanë qenë privatizume. Dogana, kufiri i Kosovës ka qenë i privatizume. Prandaj edhe nuk kanë qa kokën për veriun e Kosovës edhe për Mitrovicë. Se këta e kanë privatizu kufirin, të hyrën në kufi e kanë privatizu. E që nga marsi i këti viti, asnjë terminal doganor nuk është më jashtë shtetit. Të gjitha i kemi kthyer në publike shtetërore. E di që kanë hallë byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Mirë po ne nuk mund të lejojmë që brezit të ardhshëm, fëmijëve t'juaj, e fëmijëve që s'kan lind ende, t'ua vështirësojmë jetën pa pas mundësit barabarta për gjithë,
sepse dikush na pas ka abuzuar me pushtet, me zyrë publike dhe na qenë ka bërë multimilioner. Kjo nuk mund të tolerohet dhe kjo do të korrigjohet. Pra, nuk kanë zgjidhje ata që duan të na ndalin, sepse as qytetarët nuk lodhen e as ne nuk dorëzohemi. Prandaj, sot një javë, me kushërit të afërt e të largët, jo veç ju, prej atyne që i bojnë 18 vjetë me 7 qershor, e dejtë ata që i kanë 88, 98, a 116, so e keni matë moshme në vushtri këtu, dilni krejt në zgjedhje, të djelen sot një javë, votojmë bashk, fitojmë bashk, numrit 116 qëtë janë i pikën, edhe letë kumboj vushtria dhe krejt shqiptaria me një rekord të ri të vetëvendosjes. Faleminderit shumë e mirupafshim të bime, takime, drejt kremtës sot një javë, atëherë kur komisionerët dhe vëzhgusit, kur të numrojnë votat, thojnë, u thy rekordi prapë, vetëvendosja jo 51%, po edhe 160%. Mirupafshim!